Kurani është kriter që bën dallimin në mes të drejtës dhe të gabuarës. Udhërrëfim për njerëz, e zbritje dhe Furkanin, dalluesin e së vërtetës nga gënjeshtra. S'ka dyshim se ata që mohojnë argumentet e Allahut i pretën ndëshkimi i rrept. Allahu është nga dhënjues, shpagimtar. Sura Ali Imran 4. Në Kuran, Allahu këshillon njerëzit dhe u tregon atyre rrugën e drejtë. Kurani është burimi vetëm që i udhëheq njerëzit të drejtiturisë së drejtë Allahut, vlerave të Islamit, se si t'jetohet në mënyrën me të cilën Allahu është i kënaqur dhe kriter absolut që dallon të drejtën nga e gabuara. Për këtë arsye, njëri prej emrave të Kuranit është Furkan, libër që bën dallimin në mes të drejtës dhe të gabuarës. Në këtë botë, njerëzit kanë besimet, synimet, vlerat, mendimet dhe botkuptimin e tyre për jetën. Mirëpo, gjykimet që Allahu shpall në Kuran janë të vetme të vlera që mund të konsiderohen si të drejta dhe të sakta. Si shpall Allahu në surën Bekare 120, udhëzimi i Allahut është udhëzimi drejt. Prandaj, synimet dhe mënyrat e sajuara nga njerëzit për të jetësuar interesat e tyre personale kur nuk mund t'i udhëzojnë ata drejt të drejtës dhe shpëtimit. Qëllimi i ekzistencës së njerëzimit dhe si të arrihet kjo, parimet ideale morale dhe sjellja e mirë që duhet të tregohet gjatë gjithë jetës së njeriut, mënyra se si të jetohet një jetë e shëndosh fizike dhe shpirtërore, momenti i vdekjes dhe ajo që do t'i ndodh shpirtit të njeriut në ditën e gjykimit. Të gjitha këto rrëfehen në Kuran. Njeriu duhet ta lexojë Kuranin me vëmendje për të përfituar prej tij dhe për të qenë i udhëzuar drejt. Atyre, të cilëve ne u dham librin dhe të cilët e lexojnë drejt atë ashtu si duhet, ata e besojnë atë, Kuranin, e ata që e mohojnë atë, të tillët janë ata që dështuan në dynja dhe në ahiret. Sura Bekare 121. Leximi i Kuranit, ashtu siç duhet të lexohet, bëhet i mundshëm kur njerëzit ndjejnë dashuri dhe frikë për Allahun dhe e pasojnë atë. Ata të cilët e lexojnë Kuranin në këtë mënyrë, i nënshtrohen çdo gjykimi të Kuranit dhe i përkushtohen krejtësisht të zbatimit të përpik të çdo vargu. Duke pasur parasysh këtë, ata të cilët e pasojnë atë, i mbështesin të gjitha vendimet e tyre në dritën e Kuranit dhe të sunetit profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Duke ju falënderuar kësaj vetije, besimtarët mund të bëjnë dallimin në mes të së drejtës dhe të gabuarës dhe të sjellin vendimin më të mirë, siç e bën po ashtu të qartë vargu. Udhëzimi i drejtë është bërë qartë i dallueshëm nga lajthitja, mëkati. Sura Bekare 256. Besimtarët nuk përpiqen të gjejnë një rrugë të mesme në mes të vlerave të Kuranit dhe jetesës në mosdije. Në vend të kësaj, ata i binden plotësisht dhe me siguri Kuranit, i cili është rruga më e drejtë. Allahu i urdhëron besimtarët të mbështeten fuqishëm në Kuran si vijon. Andaj, ti përmbaju asaj që po të shpallet, e s'ka dyshim se ti je në rrugë të drejtë, dhe se ajo, shpallja, është këshill për ty dhe për popullin tënd, dhe për të më vonë do të përgjigjeni. Surja Zukruf 43-44. Ata të cilët e largojnë vetveten nga shpalljet e Allahut dhe këmbgulin në mosbesim, kanë zgjedhur mundim dhe vuajtje si në këtë botë ashtu edhe në atë të ardhmen, sepse mënyra e jetesës që Allahu na urdhëron që ta jetojmë është ajo që më së shumti i shkon përshtat natyrës së njeriut. Prandaj, ata të cilët nuk jetojnë në pajtim me Kuranin, kurrë nuk mund të arrijnë qetësi dhe lumturi të vërtetë, sepse kanë braktisur një mënyrë të jetesës që është në pajtim me vetë natyrën e tyre. Për të arritur shpëtimin dhe lumturinë si në këtë botë ashtu edhe në tjetrën, njerëzit duhet ta mësojnë fenë e vërtetë, urdhrat e Zotit ton dhe t'i binden me përpikmëri Kuranit. Vërtet Allahu paralajmëron njerëzit kështu: a thua mos po kërkojnë gjykimin e kohës së ignorancës, po për një popull që bindshëm beson, a ka gjykim më i mirë se ai i Allahut? Sura Maide 50. Po, a nuk u mjaftoi atyre që ne ta shpallim librin i cili u lexohet atyre? E s'ka dyshim se kjo është dhuratë për kujtim për njerëzit që duan të besojnë. Sura Ankebut 51. Për caktimin sakt, komentet, arsyetimi, gjykimi dhe rekomandimet e njerëzve, të cilët jetojnë në pajtim me Kuranin, dhe aftësia e tyre për të gjetur zgjidhje për problemet me të cilat ata përballen, burojnë drejt për drejt prej Kuranit. Për këtë arsye, ata kanë gjithnjë të drejtë, janë gjithnjë të drejtë dhe të urtë. Gjendja e tyre të cilët dështojnë t'i binden Kuranit, tregohet si në vazhdim. A mos kërkojnë ata, i tharët e librit, fe? Po s'fe së shpallur nga Allahu,
e atij është të dorëzuar gjithçka në qiell në tokë, me dashje apo pa dashje, dhe te ai kthehen. Sura Ali Imran 83. E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kursesi nuk do t'i pranohet edhe ai në botën tjetër, është një nga të dëshpëruarit. Sura Ali Imran 85. Feja e pranueshme tek Allahu është Islami, e atyre që u është dhënë libri, pasi mësuan për të vërtetën, vetëm nga zilia mes vete kundërshtuan. E kush mohon argumentet e Allahut, le ta di se Allahu shpejt do t'i jap llogarin. Sura Ali Imran 19. Për këtë arsye, njerëzit duhet i braktisin të gjitha besimet e rrejshme dhe të marrin si shembull vetëm Kur'anin dhe Sunetin e Profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, ata do të pushtohen nga pikëllimi dhe pendimi i madh në ahiret dhe do të pranojnë një ndëshkim të rëndë.